Do befasoheni ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse flini me çorape. Çorapet i mbajnë këmbët të ngrohta, gjë që mund të rrisë përkohësisht qarkullimin e gjakut, por nëse mbani çorape më gjatë, efekti është i kundër, kështu që qarkullimi i gjakut do të zvogëlohet. Kushtojeni vëmendje materialit të çorapeve. Materialet sintetike të tilla si poliesteri ose nailoni nuk janë të rehatshme në lëkurë dhe nuk lejojnë që këmbët tuaja të marrin frymë. Djersitjet e natës janë mjaft të zakonshme dhe nëse flini në një batanie të rëndë, një mjedis i lagësh dhe i ngrohtë krijon terrenin perfekt për bakteret që mund të prekin këmbët tuaja. Kur pushoni natën, trupi vazhdon të punojë dhe shumë gjëra ndodhin gjatë gjumit. Temperatura e trupit ndryshon disa herë gjatë natës dhe ne flem më mirë kur jemi më të ftohtë. Nëse vishni çorape që nuk janë prej pëlhurash që marrin frymë, temperatura e trupit mund të rritet dhe të ndikojë në gjumin tuaj.